që janë një parti e punës së Shqipërisë, ose Partia Komuniste Shqiptare, se atë po bëjnë, dhe atë lloj drejtësie kanë vënë. Atë drejtësi që kishin 46, 47, 50, që ishin Kovacët dhe Samargjit e Korçës, të Vlorës, Çoban të Vlorës, dhe bënin drejtësi, jo zotëri. Drejtësin e kanë po ata, s'ka ndryshuar gjë, s'ka drejtësi të re, se do vete prapë të drejtësi e re që më the. Nuk ka drejtësi të re. Janë po ata, janë po ajo shkollë. Kanë vënë dhe një stërkëmbësh të madh që për të marrë pjesë sistemin e drejtësisë duhet të bësh atë shkollën e magjistraturës. Çfarë më bëjnë në shkollën e magjistraturës? Mund të ma thot dikush? Po la them unë. Mësimet e partisë, thjesht marksizmi, s'ka gjë, se drejtësia një është. Atë që ke bërë fakultet, atë të thonë atje se shkencë nuk bën drejtësia. Shkencë nuk bën. Mund të diskutojmë mbi bazën e eksperiencës përditshme, të përmuajshme, të rasteve, të kazuseve, gjërave. Po, mund ta pasurosh, por shkencë nuk bën. Pra, të tëra këto janë për të mbajtur dhe për të ruajtur drejtësinë në dorë të ekzekutivit. Qartë. Ekzekutivi historikisht në gjithë botën, asnjëherë nuk e lëshon drejtësinë nga duart e tij, se ndryshe nuk do mbante dot pushtetin. Dhe mjeti, ose më mirë me thënë, shpata që pret koka në Shqipëri, në emër të drejtësisë, është drejtësia shqiptare, janë gjyqtarët dhe prokurorët. Ata e kanë katandisur Shqipërinë këtu. Ata nuk i kthejnë pronat. Ata nuk japin të drejtën. Ata mbulojnë krimet. Kam 3 raste që janë mbuluar krime. I bëjthire s'pakut këtej nga ju. Të më thërresin në zyrë, të jap prova të pakontestueshme që janë vrarë 3 veta deri tani janë konsideruar si aksidente automobilistike. Të vërtetuar me prova dhe me fotografi, jo se dua unë. Pra, kjo është drejtësia, prandaj them që është drejtësia e vjetër me kostum të ri. Qartë. Zoti Islami kam dhe një pyetje të fundit. Po. Ne do takohemi prapë dhe do kemi mundësi ta diskutojmë, po sa i takon çështjes së Kosovës, situatës në Kosovë, duhet kuptoj, a shef një paralele midis asaj që ndodh në Shqipëri dhe asaj që ndodh, po them, në Kosovë, sa i takon zhvillimeve politike, duke marrë parasysh gjeopolitikën amerikane në rajon. Si e shef situatën? Nëse Kosova dhe kosovarët dhe politika kosovare. Së pari, a mendon që duhet bashkohet Shqipëria me Kosovën në një të ardhme, nuk e di, si një projekt kombëtar, pastaj? Ajo është një nga ëndrat e mia që në vegjëli e ushqyer nga prindrit e mi, nga babai më saktë, nëna një fshatare që ambis. Dhe unë besoj që ajo do bëhet bashkimi me Kosovën. A e duan këtë gjë ndërkombëtarët? Amerikanët, se ata e kanë fuqinë e vet ose vetë. Amerikanët e duan dhe punojnë dhe do ta bëjnë. Evropianët janë anti-shqiptarë, janë armiqt tanë shekullor dhe kush beson te Evropa është armik i kombit shqiptar. Ta dini, po a them unë, cili do që thot Bashkimi Evropian, do vemi në Evropë, do na mbështes Evropa, ta di që është antikombëtar dhe është kundër interesave kombëtare shqiptare. Pse them këtë? Unë argumentoj. Anglia, Franca, Gjermania, Rusia dhe nuk më kujtoj, edhe Austro-Hungaria, në 1913 e coptuan Shqipërinë në 5 pjesë. Tani, sot, aktualisht kemi vetëm 2 shtete që janë miq të Shqipërisë, ose 2 popull, Gjermanët dhe Austriakët, që janë një popull në fakt. Por nuk mund të pres nga Londra unë që të lëpi atë që ka pështyrë në 1913. Edhe kushdo që beson të kjo është anti-shqiptar. Të pres unë nga ai që e shqiti Shqipërinë, ishte dakord edhe firmën që u coptua Shqipëria në 1913 dhe të pres unë që ai të njohë Shqipërinë. Jo të dashur vëllezërit e mi shqiptar, jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. Evropën e kemi pasur, e kemi dhe do ta kemi armik të përjetshëm dhe janë pikërisht ata LGBTQ të Evropës që e mbajtën në pushtet këtë klasë politike sot e 30 vjet duke mashtruar ditë për ditë. Ju kujtohen ato relacionet e OSBE-s o diri që thoshin, shiko, si vjet zgjedhjet patën ca probleme, po ishin më të mira se të kaluarat. Kjo ishte një formulë që përsëri kësaj sa herë që janë bërë zgjedhje në Shqipëri. Prandaj them që Evropën e kemi armik, nuk e kemi. Po sa i takon Kosovës në këtë pikë?
Kosova duhet të heq, e para ja po shoh atje në flamur, në foto shoh atë flamurin e Bashkimit Evropian, ai s'ka punë në Kosovë. Kosova ka 95% popullsisë ka shqiptar, edhe ka në atë flamurin me shkap në mes. Të heqin atë paçavore që u imponoi Evropa dhe të vënë flamurin kombëtar shqiptar se nuk ka ndalon dot kurkush. Janë shteti pamvarur. Dhe kanë të drejtë që të vendosin flamurin shqiptar. Albin Kurti ti thres mendjes se Albin Kurti e di mirë pse nuk e bën dot qeverin tani. E di pasër fare ai, të tërë e din. Pse nuk e bën? Është një sekret shoqëror që e dim të tërë. Po hajde. Që ta mësoj dhe unë, se unë se di. E ta them unë. Amerikanët i thonë Albin Kurtit, më falë. S'ka gjë. Edhe dje, apo pardje, kur ishte profesor Pelinci këtu, i tha hiqat flamur, edhe vu flamurin kombëtar. Edhe mbrëm në darkë tek televizioni Shpresa, prapi bëri thirrje Albin Kurtit. Nuk do formosh qeveri, tha pa hequr atë flamur dhe pa vënë flamurin kombëtar shqiptar. Ky ishte sekreti shoqëror që tash unë, se të tërë dim. Ç'pun duan ai flamur me ata yjet edhe me atë ngjyrë që s'ka lidhje fare me kombin shqiptar, me historinë tonë. Prandaj Albin Kurti e di mirë, thash është sekret shoqëror që e dim të tërë, e di dhe Albini që nuk do formoj dot qeveri pa hequr atë flamur. Qartë. Zoti Islami, shumë faleminderit për bisedën. Edhe unë ju faleminderit juve për ftesën. Ishim me avokat Zaçi Islamin këtu në studio për aktualitetin politik në Shqipëri, në Kosovë dhe për drejtësinë. Ne do të kalojmë në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi më njëherë. Jemi rikthyer këtu në studio në aktualitet në NTV, do të vijmë të flasim për politikën, për zhvillimet e aktualitetit. Në fakt kemi folur për situatën pas zgjedhjeve për fituesin, për Partinë Socialiste, kemi folur edhe për humbësin e madh të këtyre zgjedhjeve që është pikërisht Partia Demokratike, kemi folur për përfituesit e vegjël, nëse do mund të themi kështu, që janë partitë e reja të cilët pothuajse të gjitha kanë ato më të rëndësishme, ato që janë përfolur më së shumti edhe mediatikisht, kanë arritur të fitojnë 1 ose 2 mandate në Kuvendin e Shqipërisë, por s'kemi folur për një nga partitë e cila mendohet sipas diskutimeve mediatike dhe korridoreve politike që mund të jetë një farë kingmakeri i Kuvendit të ardhshëm dhe i politikës që do të nisi pas shtatorit të këtij viti, atëherë kur do të konstituohet Kuvendi i ri. Kam fjalën pikërisht për Partinë Socialdemokrate, parti e cila nuk është e re, por gjithsesi në numër deputetësh nuk është e madhe, gjithsej 3 mandatet fituar në zgjedhjet e 11 majit. Për të folur pikërisht për Partinë Socialdemokrate të Tom Doshit, unë kam kënaqësinë që të kem në lidhje të drejtë për drejtë me studion time Klementin Milen, sekretar organizativ i Partisë Socialdemokrate. Klementin, shumë faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit. Meqense nuk kam folur deri tani me asnjë përfaqësues të Partisë Socialdemokrate, do ta nis me pyetjen që i bëj çdo kujt që flas për zgjedhjet për herë të parë, si e lexon, po them, rezultatin e 11 majit në tërësinë e vet për të gjitha partitë dhe pastaj për Partinë Socialdemokrate sigurisht. Tani 11 maj ishte një rezultat që nuk është le të prisnim në diferenca të tilla. Pra sigurisht prisnim që Partia Socialiste të fitonte zgjedhjet, por jo diferencë të tilla me partitë të tjera. Sidomos me Partinë Demokratike, e cila pati një rënje. Sa na përket neve pastaj, si parti, ishim të tjera objektiva. Ishim, më kemi thënë, një grup parlamentar, së cilën nuk arritëm dot ta krijonim. Pra nuk i kanë përmbushur, po them, pritshmëritë tuaja këto zgjedhje. Jo, sigurisht që jo. Ne jemi, si thua, në gjysmën e objektivit tonë, pra synonim 7, arritëm të marrim 3. Në këtë kuptim nuk jemi në pritshmëritë tona. Por pastaj vjen momenti i reflektimit dhe ne jemi pikërisht në këtë moment për të kuptuar atë që ka ndodhur, për të kuptuar çfarë nuk bëm si duhet, për të kuptuar nëse procesi ishte korrekt, i ndershëm e kështu me radhë.
Pra në të gjitha këto variablat cilat kanë ndikuar në një mënyrë apo në një tjetër në rezultatin tonë. Megjithatë, rritje në numër votash ka pasur, po ta krahasojmë me vitin 2021 nga 30.000 vota në gati 50.000 vota, dhe kjo është një gjë pozitive pavarësisht se nuk e mundëson kodi zgjedhor një deputet më shumë nga ai i vitit 2021, nga zgjedhjet e 2021-shit. Kjo është e vërtet, patjetër, ne kemi rritje votash dhe për këtë mund të jemi mirë pra që kemi rritje votash, por nga ana tjetër ne e dinim kodin. Ne, si thua, rregullat e lojës i kemi ditur dhe e dinim që një përhapje siç bëm në gjithë vendin, një shtrirje kombëtare e partisë, ne e dinim që nuk do ishte e lehtë, sepse sado që të krijosh influencë në qarqe të ndryshme të vendit, nuk është e lehtë që të marrësh mandatin e deputetit. Ne e dinim këtë, ishte një investim i cili u bë, përpjekje të njerëzve që na kanë mbështetur. Sigurisht edhe financat e partisë janë shpenzuar për të bërë fushat në gjithë vendin. Në këtë kuptim, patëm, si thua, tentuam të bëjmë këtë shtrirje kombëtare të partisë, e cila arriti një lloj rezultati, por jo i përkthyer konkretisht në mandate siç do donim, sepse në 2021, 4 vite më parë, ne kishim deputet në Shkodër dhe në Tiranë, siç kemi edhe sot, pra kemi në një farë mënyrë të njëjtën panoramë. Sigurisht nuk ishim të shtrirë në qarqe të tjera si ku diun Fier, Elbasan, Korçë, Lezhë, Kukës, pra nuk është se kishim të përhapje gjeografike siç kemi tani. Por sot e kemi, ama nga ana tjetër nuk është se nuk e kemi dot përkthyer në mandate. Dhe kjo është ajo pika ku do duhet të reflektojmë për mëtej. Kur thua do duhet të reflektojmë, a përfshihet në këtë proces reflektimi edhe kontestimi në ndonjë farë mënyre i ndonjë parregullësie, nëse ju e keni konstatuar? Pra, me sa po kuptoj, sigurisht që ju ndryshe nga Partia Demokratike bie fjala, nuk mendoni që zgjedhjet ishin fars, por më shumë e mbani përgjegjësinë të vetja. Por parregullësia keni konstatuar? Shikoni, parregullësi patjetër që ka patur, vetëm se neve si parti, të paktën deri më tani, nuk është se kemi parë të tilla fenomene dhe nuk gjykojmë se do bëjmë ndonjë për momentin pak, nuk se mendojmë që të bëjmë ndonjë padi apo të kërkojmë hapjen në ndonjë kutie me radhë. Sepse mendojmë më shumë që faktorët duhet i shohim tek mënyra se si kemi bërë neve fushatën tonë, se si kemi përdorur burimet tona, tek mesazhet që kemi dhënë. Pra, tek këto faktorë më shumti se sa tek parregullësitë në zgjedhjet, cilat fundja në politikën shqiptare janë të zakonta dhe të tilla që shikoni, e di se është puna, neve e dinim që zgjedhjet janë në Shqipëri, nuk janë në Danimark apo në vende tjera që nuk kanë problematika me zgjedhjet. Ne nuk ka vend këtu të ankohesh për fenomene që ndodhin dhe që i kemi parë shpesh. Pra për shembull, bie fjala përdorimi i aseteve publike për të bërë fushat, sigurisht që është bërë edhe herë tjetër dhe e kemi parë dhe sigurisht që ka ndikimin e vet. Nuk është se ne jemi për fenomene të tilla, por ama kemi pranuar të hyjmë në zgjedhje dhe të përballemi me vështirësitë që zgjedhjet kanë në një vend si Shqipëria. Në fund fare, ne kemi raportet monitoruese të ndërkombëtarëve të ODIHR-it, për shembull, të cilët e kanë nxjerrë një raport paraprak, i kanë evidentuar ata problematikat. Ne kemi thënë fjalën tonë edhe në takimet që kemi bërë me ta dhe shohim që janë pasqyruar aty. Por nga ana tjetër nuk gjykojmë se po të bënim dhe kontestim do ndryshonte ndonjë në rezultatin tonë. Prandaj dhe jemi larg këtyre, për momentin të paktën jemi larg këtyre kontestimeve dhe jemi duke parë dhe analizuar më shumti veten tonë. Qartë, Klementin duhet kaloj tani në një çështje tjetër që është rrjedhoje e rezultateve të 11 majit dhe që është kuvendi i ri që do të konstituohet në muajin shtator. Si e sheh ti kuvendin e ri të shtatorit nga ana e përbërjes së pari, së dyti nga pikpamja e demokracisë në vendimarrje,
dhe së treti nga pikpamja e efektivitetit në vendimarrje, që t'i bie më shkurt edhe më qartë. Pyetja është, a e mendon, a e sheh se 83 mandatet e Partisë Socialiste janë një rrezik për demokracinë? Shikoni, rrezik për demokracinë. Puna ashtu në kuvendin e Shqipërisë që kurse në 2008-ën deputeti në përgjithësi caktohej nga kryetari, jo nga populli, sepse listën e bënte kryetari, që jepte prioritet njërit e tjetrit, edhe në këto zgjedhje, pa çka se kishte një lloj liste të hapur, po prap ata emra në fund fare pa miratimin e kryesisë dhe kryetarit të partisë nuk është se do ishin aty. As për të konkuruar, pra, në këtë kuptim e kam fjalën. Pra, duke mbajtur parasysh që deputetët më së shumti deri më tani kanë qenë deputet që i jepnin llogari më së shumti kryetarit sesa popullit, ne nuk është se kemi patur në jetë parlamentare të pasur siç do duhet të kishin. Personaliteti i deputetit ka rënë mjaft dhe për arsyet që thash. Dhe në këtë sens edhe kjo është pasqyruar nga një parlament e tjetri. Edhe këtë herë nuk besoj se do kemi një ndryshim të madh. Sigurisht mund të themi që është pozitive që kemi disa figura të reja që për parë hynë dhe që kanë patur një lloj artikulimi të mëparshëm në jetën publike dhe që ndoshta do ta fusin këtë frymë edhe në diskutimet parlamentare. Kjo mund të jetë pozitive. Por nga ana tjetër ne do të shohim prapë që kryetarët e partive do të dominojnë jetën parlamentare. Do të dominojnë sepse ende figura e deputetit i jep llogari më shumë të kryetarit tash sesa populli që e ka zgjedhur. Qartë. Po kaloj në një tjetër çështje dhe besoj që këtu sapo vime dhe po bëhet më interesante diskutimi. Tani, Klementin, ne të gjithë e dim atë që përflitet që de facto Partia Socialiste nuk do të ketë 83 mandate, sa çka de jure, por do të ketë 86 mandate, bashkë me 3 mandatet e Partisë Social-Demokrate. Tani, nëse kjo në një mënyrë qëndron, pyetja ime është, çfarë mund të kërkojë Partia Social-Demokrate në këmbim të mandatit të 84, se thelbi i 86 mandateve, besoj ne e kuptojmë është mandati 84, aq sa nevojitet për të ndryshuar disa kode ligjore. Çfarë mund të kërkojë PSD në këmbim të mandatit të 84? Ne jemi pa diskutim im duke folur, pra jemi në komunikim me Partinë Socialiste, por se çfarë konkretisht bisedohet, është ende është si thua është duke folur jo me